Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akretit. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit shkurt edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe videot e vitit 2026, por dhe me tema për dashurinë. Atëherë, shohim si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën tuaj. Dielli ka hyrë në shenjën e Ujorit, por kemi edhe Marsin aty. Kështu që në lidhje me ju, prek më tepër sektorin e tuaj të shtëpisë, të familjes, themelet tuaja personale. Kështu që në periudhën e ardhshme jeta në shtëpinë tuaj mund të bëhet pak më kaotike. Do keni ndryshime, mund të bëni ndryshime në hapësirën tuaj, ju mund të rinovoni diçka, mund të bëni një zhvendosje, ose ju mund të zhvendosni mobiljet tuaja, por do ndjeni nevojën për të rifituar kontrollin e hapësirës tuaj personale. Do keni disa tensione me antarët e familjes, thjesht mos reagoni në mënyrë të ashpër. Do keni shumë emocionet do jenë shumë të forta gjatë këtij muaji, por do keni edhe një dëshirë të madhe për përballje. Gjithsesi, ju do të zgjidhni çfarëdo lloj situate që të keni, do ta zgjidhni me mençuri. Është një muaj ku nëse shihni gjërat që dalin jashtë kontrollit, ju do harrini të vendosni paqen me mençuri dhe do bëni një hap prapa në lidhje me situata të ndryshme. Është një muaj ku Marsi do sjellë edhe rrugëzgjidhje për situata të ndryshme që ju mund të keni gjatë këtij muaji. Ju për shembull mund të filloni dhe projekte të vogla, të lyeni muret ose të lyeni shtëpinë, të punoni në kopësht, të ndërtoni diçka, sepse do t'ju ndihmoj për të lehtësuar atë pjesën e stresit. Gjithsesi, është një muaj ku do keni kujtime të vjetra emocionale, do keni plagë nga e kaluara, diçka që mund të ketë ndodhur në lidhje me ju, por është edhe një periudhë që do t'ju japi mundësi përshërim ky muaj. Ku do përpunoni ato ndjenjat tuaja, ndoshta duke folur me dikë që i besoni, ose duke i shprehur gjërat edhe duke shkruar. Gjithsesi, është një muaj që do pastroni atë shpirtin tuaj dhe keni mundësi për të forcuar ato rrënjët tuaja në lidhje me gjithçka. Por këtë do ta bëni me mençuri dhe me qetësi. Atëherë kjo ishte për ju, unë do shoh se çfarë na thot taroti. Është një muaj pak i vështirë, gjithsesi secili ka hartën e tij personale, nuk duhet i merrni 100% se janë për ju. Varet ku keni ascendenten, varet ku keni Marsin, ku keni Hënën. Dhe shohim energjinë e tarotit. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ujit, që jeni ju vetë, energjia e shenjës së Luanit dhe energjia e shenjës së Ujorit, sepse kemi dhe Marsin Ujor. Gjithsesi unë shoh fillime të reja në dashuri, një kupë emocionale e mbushur plot e për plot. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ju mund të keni kaluar shumë sfida në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju do gjeni forcën për ta bërë këtë fillim të ri. Dhe unë shoh një realizim. Ndoshta është diçka që ju keni manifestuar në lidhje me një realizim, për të futur në një njohje të re. Në rastin tjetër, mund të ketë lidhje që ju realizoni diçka në lidhje me shtëpinë, me punën, nga ana ekonomike, ose ju do ndjeni më mirë gjatë fillimit të muajit, do gjeni forcën për të realizuar gjërat që ju vërtet dëshironi. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave që ju mund të jeni. Ju keni një yll mbrojtës aty, disa prej jush mund të kenë të bëjnë me teknologjinë gjatë këtij muaji dhe të realizojnë diçka në lidhje me teknologjinë dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Dhe kartat bien vetë dhe ra energjia juaj, karta e vdekjes ku ka planet Plutonin.
Atëherë këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së akrepit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të zjarit. Shoh që ju mbyllni diçka, ndoshta pësoni një lloj transformimi shpirtëror, por keni ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj, mund të jenë ndryshime luku, mund të jenë ndryshime në dashuri, mund të jenë ndryshime në ambientin e shtëpisë, mund të jenë ndryshime vendi, varet se çfarë ndryshime dëshironi të bëni gjatë kësaj periudhe. Por unë ju shoh që ju do lini mbrapa gjithçka të vështirë që keni kaluar dhe shoh që do ketë shumë surpriza për ju. Në lidhje me një pjesë, ku lini mbrapa diçka që ka lidhje me njofje, lidhjet që nuk kanë funksionuar, ju i jep një fund dhe shoh që keni një ofertë. Është një ofertë, është një person që dëshiron të vi drejt jush. Por ndërkohë, shoh që ju dëshironi t'i lini mbrapa problemet dhe do t'regojni të kujdesshëm në lidhje me një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, do keni një ofertë pune shumë të mirë, ju do jeni në udhëtime sepse shohim shumë fort dy herë, por ndërkohë ju shoh që keni kaluar shumë probleme, problemet mund t'i keni kaluar nga më të ndryshmet, mund të jenë probleme në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që mund të keni pasur, por gjithsesi shoh që fundi i javës ju gjen më të kujdesshëm në lidhje me çfarë do lloj oferte dhe mundësie, por dhe me udhëtime që mund të keni gjatë javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit dhe kemi energjinë e shenjës së Virgjëreshës. Atëherë, në fillim të javës jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me një fillim të ri, ku keni shumë pasion, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një kontratë pune, një bashkëpunim që mund të bëni, por mund të jetë edhe një fillim i ri ekonomik. Jeni duke menduar shumë fort në lidhje me anën ekonomike. Ndërkohë, ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme, ndoshta me gjitha këto vështirësi që keni kaluar. Por ju do harini t'i trajtoni gjërat më pozitivisht, edhe pse gjërat mund të jenë jo ashtu si ju dëshironi, mund të keni pasur vështirësi, por ju dhe këto vështirësi do harini t'i trajtoni në mënyrën më pozitive. Por ndërkohë shoh që ju jeni të ndërgjegjshëm në lidhje me situatat që ju mund të keni. Dhe këto situata mund t'i merrni nga më të ndryshmet, mund të kenë lidhje me në dashuri, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, me kontrata të ndryshme, ose situata dhe çështje të tjera që ju mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energji të shenjave të ujit përsëri që jeni ju vetë, dhe kemi energjitë shenjave të zjarit. Shoh që një person vjen drejt jush ose ju do keni një dashuri të re. Shoh që është një person që dëshiron të vi drejt jush, t'ju dhuroj këtë kupë emocionale, ju jeni duke lënë mbrapa diçka dhe doni të merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj, dhe ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja deri në fund të muajit. Kjo ka lidhje dhe me oferta që mund të keni në lidhje me punën, ose mund t'ju jepet një mundësi në lidhje me udhëtimet, sepse shohim kemi shumë fort udhëtime gjatë këtij muaji. Dhe ju sikur largoheni, lini diçka mbrapa për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Gjithsesi shoh kontrata përsëri në fund të muajit, në lidhje me punën, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj, por shoh një fillim të ri shumë të bukur për ju. Do ndjeni më të çliruar, do jeni më emocional gjatë këtij muaji, por kemi dhe energjinë e zjarit sepse kemi Marsin që është dhe ju varet ku e keni Marsin në shenjën e ujorit, që ju i vendosni qëllime vetes për t'i dhënë një drejtim më të mirë dashurisë, njofjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve, ose për t'i dhënë një drejtim më të mirë vetes tuaj në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe me çështje të ndryshme që mund të keni kaluar vështirësi. Atëherë marrim një mesazh nga angjëjt, gjithsesi është një muaj i mirë, nuk mund të them se është aq i keq muaj, thjesht
duhet keni kujdes në lidhje me tensionet këtë muaj. Dhe marrim një mesazh nga ëngjëjt. Dhe mesazhi që ju japin ëngjëjt. Kemi mesazhi numër 9 dhe ju thot lëreni kohën të qetësoni dhe të dialogoni, thot. Koha është mësuesi më i mirë. Dhe përqafoni veten tuaj. Atëhere, që të jepni drejtim situatave, në çfarë do lloj situate që ju mund t'jeni, si në lidhje me njohjet, me dashurinë, me punën tuaj, në lidhje me situata të ndryshme që do keni gjatë këtij muaji, atëhere lëreni kohën t'ju qetësoj dhe të dialogoni, të diskutoni me persona që keni në jetën tuaj ose në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni. Koha është mësuesi më i mirë gjithsesi për të gjithë ju, thjesht përqafoni veten tuaj. Është një mesazh shumë domethënës në lidhje me ju. Kjo ishte e gjitha për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, kjo ishte për ju, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por edhe një mbasditë sa më të këndshme, por dhe një muaj sa më të mbar për gjithë ju.